Nisma boni shumë mirë visar që nuk jeni në PDK, po ka vendosur si grup parlamentar me ju bashkangjit PDK-s mas zgjedhje. Mirë ka bo. Se kështu morin vota ma shumë, ha? Kujgjet më pas morin që të shtatin. Tash pak kajgare, po këtu ka njerëz shumë me vlera. Absolutisht. Fatme Limaj. Absolutisht. Me Vludini, Gjevahiri, Gjevahiria, Endriti. Ka shumë njerëz mirë. Nezir Qoqaj, cili ka qenë Ka qenë deputet një kohë. Vesel Krasniqi, mua të është nisma. Artan Nimani, pastaj është që ka dalë prej intelektualëve. Se pa ta thonë nisma shumë e vogël për që ata intelektualë që pa ta bashku. Si do qoftë. Ka njerëz me vlera në një parti të vogël e cila gjasa minimale ka për ta kalu pragun. Po, veç me gjithatë unë mendoj që janë disa njerëz që unë kisha pasë që mi pa që vazhdojnë politikë. Për shembull, te përmend Fatmi Lima, unë mendoj që Fatmi Lima është një prej politikanëve që duhet vlerësuar. Ma të pjekun. Duhet vlerësuar fort. I ka paraqitet e jashtëzakonshme qëndrimet i ka pas çdo herë të mira të matura, pra edhe ky qëndrimi që ju ka gjykuar fort i bisedës me Albin Kurti, nëse këta nga një perspektivë tjetër interesit vendit mund të vlerësohet edhe pozitivisht. Hiç s'mundet më vlerësu pozitivisht. Kush do që janë gjatë dorën Albin Kurtit, qoftë edhe një ditë me qenë pushtet, unë mendoj që është më i keq se Albin Kurti. Unë s'besoj që më i keq, po gabim ka bo. Gabim ka bo. Si qëndrim kështu, që më thonë, si qëndrim formal është parimor. Kur e fut në kombinacion me kam po flet, atë bëhet shumë problematik dhe aty pajtona plotësisht. Pajtona plotësisht. Mirë po, tash, si da do t'jenë shancat e nismës për me u fut në kuvent, ta nuk po du me diskutu sepse nuk është se moj me thonë diqka. Mun ka bo, nuk e kom po këtu me gjas e nëse është po kërkoj falje, Bilal Sherifin se kom pa. Jo, së është Bilal. Që mendoj që... Nuk është Billi. Billi është jashtëzakonshëm, është patriot, është intelektual. Absolutisht. Edhe mendoj që një për njerëzve shumë të vlerëshëm. Me fol për libra, me Billin është kënaqësi e veçantë. Është jashtëzakonisht do kishte më qenë i dobishëm dhe i vlerëshëm për politikën ndërnë, edhe për nismën, është një për aseteve të nismës. Për tjerë pastaj janë dhe emrat të cilë nuk për një prandaj edhe nuk po du me diskutu, po në përgjithësi po flasim për një parti e cila megjithatë kapacitetin elektoral ka më të vogël se sa për këto që i falëndej tash. Që nuk ndodhi bashkimi, zoti Lima ja tha në konferencë për shtyp, ne nuk do të ndalemi për ribashkim. Do të shkojmë nga baza. Pra e paralajmëroj që kur të marrin zgjedhjet e brendshme të PDK-s, që sa e di unë janë vitin e ardhshëm, atëherë ata do t'i nënshtrohen një procesi të ecjes që po tash është rruga më e mirë. Natyrisht se tash nuk duhet me harru se Lima i ka dalë për PDK-s. Ka kriju subjekt të ri politik, njerëz mundet me pas hatërmbetje, kush ma shumë, kush ma pak, ajo krejt është e parëndësishme, por në një kohë të caktuar, për shkak të pakënaqësive, ka dalë për PDK-s, ka themelu subjektin e vetë politik. Me pas ndodhë ky bashkim, mendoj që kështë qenë mirë, si do qoftë, PDK-ja është ajo që ka vendosë. Unë shoh kogja, si me thonë kështu, që po mundohen disa njerëz me jalon krejt fajnë në Bedri Hamzës për këtë punë, se dhe me kaj nuk i ka pranu, por sa e di unë, zoti Hamza i ka propozu kryesis që ta hedhin në votim. Dhe të gjithë kanë thonë, jo s'ka nevojë se nuk po shkojmë kësaj radhe bashkë. Tani, me analizu kështu, ka del shpirti që thojnë, nisma flet rezultati i parafundit apo matjet e përgjithshme për një 20.000 vota. 20.000 vota e këshim bërë një diferencë në PDK, por megjithatë pragu i kalushmërisë në PDK në zgjedhjet e fundit ka qenë 24.000 vota, që nuk është bë deputet
Ragip Gjaka. Po. Dhe nëse 24.000 vota nuk e bojnë deputet dikën, 20.000 vota se këshin bë kërkon. Jo, se pragu është i nalt. Apo kupton, pragu është i nalt, kështu që... Po sa mendoj që Fatmir Lima se kish pas këtë problem në PDK, në listë PDK. Natyrisht se kish marrë votat të PDK-s. Absolutisht. Mirë po një gjë që duhet me kuptu për mendimin tem qytetarët edhe votuesit përgjithësi është që bashkimi i tillë pas një ndarje, i cili nuk ka qenë vetëm ndarje, ka qenë edhe në pozitë antagoniste për një kohë. Sigurisht tash Nuk është çështje kaq e thjeshtë siç është raportuar. Situatë. Edhe nuk është çështje që veç A kanë kalu që ato hatërmbetje, a janë mshel do plagë të vjetra, unë s'kisha dasht me gjyku dikur që une po du me dëmtu nisme për Brazil. Unë shmoj shumë, veç po du me thonë që, për shembull Bedri Hamza, unë nuk mendoj që as e ka e as do të duhet ta kishte një pushtet të tillë në të cilën ai thotë që ky kthehet edhe kjo punë kryhet. Ja, Se megjithatë partia politike ka struktura, është vendim demokratik. Kështu që me hy në procesin zgjedhor, absolutisht e mbështes, edhe unë mendoj që nëse më pyet mua Fatmir Lima edhe një pjesë e kësaj liste i duan politikës edhe shkon mirë më kon aktiv politik. Si të qëmë këtë zgjedhje, me shumë fat hera tjera. Absolutisht. S'kem që me bo.